Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë jemi 102 deputet. Kemi pra korum që të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë të pika 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Më 7 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe, propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Desa nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, kush është për, kush është kundër, kush abstenon. 53 deputet kanë votuar për, kundër nuk kemi asnjë vot, nuk ka as abstenim. Atëherë ndërpritet seanca dhe vim me 11 qershor në orën 11.